Kurani si libër i shenjtë i Zotit fillon me një fjalë. Elhamdulillah, falenderoj Zotin, ose falënderimit i qofshin Zotit. Nuk është me kërkesa për gjërat të cilat na mungojnë. Mirë po është për falënderim për gjërat të cilat i kemi. Para thuhet një fjalë, para se ti ngresësh duart të kërkosh, ule shikimin dhe falëndero për ata që ke. Ndaj, Zoti po na mëson që në pikë të parë duhet jemi falënderues. Pastaj të shohim gjërat të cilat na mangojnë. Kemi shembuj shumë, për shembull të shohim në botë sa njerëz nuk e kanë të siguruar as kafshatën. Pastaj tjetra, thot një dietar, nëse dëshiron ta falenderojsh më shumë Zotin apo të mirat të cilat ti i ke, shko një ditë në spital pa qenë i sëmur, vetëm një vizitë. Edhe sheh mirësitë tua të cilat i ka dhënë Zoti. E ke shëndetin në rend të parë. Çka thua për ata të cilët nuk i merr gjumi nga dhimbjet? Edhe ti ankohesh, ne mendoj që në shumicën e rasteve, siç e theki, në shumicën e rasteve ne ankohemi për gjëra ekstra luks, jo për gjërat nevojshme, jo për gjëra esenciale, po kur këta ekstra luks ankohen, ata për gjëra esenciale si ju jepet më hapësirë, thotë. Virtyti më i lartë i njeriut është mirënjohja, padyshim, do të kishte qenë mirë sikur ta posedonim shumë. Valon, ti merresh me bizneset, ju ofron ndihmë për t'u zhvilluar, për t'u avancuar dhe për t'u rritur. A kemi bizneset të qëndrueshme në Kosovë dhe a funksionojnë ashtu siç duhet apo ka qalime dhe mangësi? Padyshim që ka qalime, unë kam kontakte të jashtëzakonshme me pothuajse me gjithë sektorin privat të industrive të ndryshme, por që ajo që mendoj që mungon në përgjithësi është një fushë e cila është tepër kritike në sektorin privat, ajo është menaxhmenti. Kur e them menaxhmentin, e them menaxhmentin të njerëzve të shkolluar dhe të cilët me mirë kuptojnë. Dhe jo në idenë ose në sensin të cilin, për shembull, një X kompani private e vendos komplet familjen e tij në pozitat kyçe dhe vendimarrja është, domethënë, në shikim por s'ka asgjë të keqe. Familja normalisht duhet, është mbështetje shumë e madhe, është besimi më i madh brenda kompanisë, por që rreziku potencial vjen nga individët të cilët janë vendimarrës, por që vendimet e tyre, ose nga vendimet e disa individëve, mund të pëson kompania jashtëzakonisht shumë. Ka me mira vendimet të cilat mirën dhe fatkeqësisht gjitha vendimet e keq menaxhuara kanë impakt financiar. Është tek ideja apo tek ekipi? Është e përzir, ka një mix aty, domethënë se ekipin e përbëjnë njerëzit, idenë e përbëjnë njerëzit. Dhe është një dietar dhe një rilindas francez, Michel Champagne, bilen në Muzgabej ka qenë edhe jurist e kështu, pra vjen nga sektori i drejtësisë, ku thot projektet e mëdha dhe idetë e mëdha vijnë nga njerëzit ose nga mendjet e ndritura. Po si pate ato edhe në sektor privat, po jo vetëm, edhe në sektor publik, se e shohim që edhe sektori publik ka mangësi të jashtëzakonshme. Mendoj që